Në qendrën e mjekësisë familjare 1 aktualisht ka rritje të numrit të pacientëve me simptoma të gripit. Doktoresha Vera Pitaçi thotë se kërkesat më të shpeshta për vizita janë kryesisht nga moshat e vogla. Këto ditë kemi një rritje të theksuar të pacientëve me simptoma të gripit. Sidomos më theksuar tek fëmijët e shkollave, fëmijët në kopshte dhe fëmijët vegjël. Doktoresha Pitaçi tregon disa nga simptomat më të shpeshta. Po zakonisht vijnë me temperaturë të lartë, dhimbje fyti, kollitje, dhimbje të lodhur janë, dhimbje trupit. Trajtimi është kryesisht simptomatik. Varësisht për simptomave, tek gripi më tepër është terapia simptomatike. Do të thonë me paracetamol, me shupa të kollit, me këto më tepër. Atëherë që ka përkeqësim të gjendjes që kalon për 3-4 ditë dhe vazhdojnë të njëjta simptome, atëherë duhet të shikojmë edhe terapi tjetër. Për fund, specialistja e mjekësisë familjare tha se vaksinimi mbetet metoda më e thjeshtë dhe më e lehtë e më e suksesshme e mbrojtjes nga gripi.